Deri sot I keni zgjer vezët gabim, ja çfarë duhet të dini. Vezët janë një racion shumë I shijshëm dhe I ushqyeshëm, përmbajnë proteinë dhe një numër të madh të vitaminash dhe mineralesh. Në sajt të lëvozhgës, vezët përmbajnë të gjitha vlerat ushqyese. Vezët e ftohta lërini në një tenxhere, hidhini ujë nga çesma rreth 3 cm mbi vezë, mbuloheni dhe në temperaturë të lartë zgjini derisa të vlojnë. Uleni temperaturën dhe në zjarr të ngadaltë të zgjeni për 10 minuta. Shtoni krip në ujë që gjatë të zgjerjes të qërohen më lehtë. Pastaj vezët të lini nën vrrushkull të ftohtë ujë. Pasi të ftohen, vendoseni në një kuti të pastër apo karton për të mos absorbuar aromat e ushqimit tjetër nga frigoriferi. Vezët e freskëta në frigorifer munden që të ruhen deri në 5 javë. Lëvorja është linja e parë e mbrojtjes dhe kujdesuni që të mos e pëlcasni atë.